Para 2 ditësh, po hasa në një lajm ku thoshte në fjalë një prej smundjeve, pra të immoralitetit, ishte në shtim, sidomos në vendin tonë. Mund të na flasësh pak për smundjet që shkakton immoraliteti? Immoraliteti ka pasoja të rënda. Mund shkaktoj varfëri. Personi që bie në immoralitet mund të dënohet me varfëri, turprim, poshtrim. Turpron Allahu, njeriu ka credo, ka dinjitet, ka një emër. Por mund të sprovohet, mund dënohet ai që bie në immoralitet dhe humb emrin e mirë. Poshtron Allahu subhanahu wa taala. Stresi, shqetësimi, turbullira shpirtërore. Smundje nga më ndryshmet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Walam tafshu al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fashat fihim at-tawa'in wa al-awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw." Në qoftë se përhapen veprat e turpshme, veprat e shëmtuara në një popull, do të sprovohen me smundje epidemike, smundje që nuk kanë ekzistuar më përpara. Një nga smundjet që mund të përhapet përmes immoralitetit, përmes kontaktit intim, është sida. Allahu na thua në ruajt. Dhe ka njerëz që janë prekur edhe në vendin tonë për shkak të marrëdhënieve të palishme. Janë prekur nga sida. Kështu ata që bien në immoralitet rrezikojnë. Nuk dihet se nga mund të vijë. Edhe kjo konsiderohet një nga pasojat e immoralitetit. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Po dhe smundje tjera, çështje tjera. Se Allahu lartuar ka shnetin në dorë. Ai ka çështjen në dorë. Ndaj ata që abuzojnë, ata që bien në immoralitet, ata që ushtrojnë këto dukuri të shëmtuara, do të kenë frikë Zotin, se dënimet do të vinë që në këtë botë. Po dënimi në varr është më i rënd, dënimi zjarri i xhenemit është akoma më i rënd.